Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, ju përshëndesim prej Radio Elitës. Jam këtu së bashku me Vera Alibegu Katana, bashkëthemeluese por pronare e vetme e Radio Elitës, dhe me të do të zhvillojmë një intervistë që ta njihni më mirë Verën, mirë po. Nuk do ta bëjmë këtu për shkak se Radio Elita vepron në Ulqin. Vera jeton dhe vepron në Ulqin. Prandaj do ta bëjmë në një vend të bukur të Ulqinit, ndërsa zyret e radios do t'i lëm, do të ikim prej këtu, ndërkohë ju do ta shikoni dokumentarin për Vera Alibegu Katana. Vera Alibegu lindi në qytetin bregdetar të Ulqinit. Në këtë qytet me histori e kulturë të pasur, ajo kreu shkollimin fillor dhe të mesëm, por të vazhduar më pas studimet për gjuhë angleze në Kosovë, duke ndërtuar themelet e një karriere që do ta lidhte me gjuhën, kulturën dhe komunikimin. Vitet e 90-ta shënua një periudhë të re për median shqipe dhe për të. Në fillim, në Radio Ulqin, ajo e nisi rrugtimin e saj profesional duke sjellë zërin e qytetit në valët e radios. Me përkushtim dhe pasion u bë një nga zërat e parë që informonte, ndriçonte dhe ruante lidhjen kulturore të shqiptarëve në Maltezi. Në vitet që pasuan, puna e saj u zgjerua përtej kufive lokal. Si korrespondente për Deutsche Welle, redaksia shqipe, për zërin e Turqisë dhe Radio Dukaqinin, ajo solli për publikun rajonal ndërkombëtar historitë e përditshme, zhvillimet politike dhe kulturore, duke përfacuar me dinjitet realitetin e Ulqinit dhe të Malit të Zi. Në vitin 2002, ajo ndërmori një hap të guximshëm dhe themeloi Radio Elitën, një stacion i ri që shumë shpejt u bë qendër informacioni, kulture dhe komunikimi për qytetarët e Ulqinit dhe më gjerë. Si themeluese dhe drejtuese, ajo e menaxhon me përkushtim këtë platformë mediale, duke bërë një adresë të besueshme për lajmin, analizën dhe dialogun shoqëror. Përmes punës së saj shumë vjeçare, ajo ka dhënë kontribut të çmuar në pasurimin e hapësirës mediale shqiptare, duke ndërtuar ura bashkëpunimi me radio dhe media në Kosovë, Shqipëri dhe në rajon. Zëri i saj ka qenë dëshmitar i ngjarjeve, rrëfimtar i përvojave njerëzore dhe urë komunikimit mes të kulturave. Por më shumë se 3 dekada, ka qenë e pranishme në mediat informative dhe kulturore, duke sjellë raportime të rregullta me profesionalizëm dhe integritet. Sot, puna dhe përkushtimi i saj përfaqësojnë një histori suksesi në gazetarinë shqiptare në Maltezi, një histori që vazhdon të frymëzojë brezat e rinj të gazetarëve dhe profesionistëve të medias. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një grua vizionare të guximshme, për një gazetare profesioniste e menaxhere që të i kalon kufijt, Vera Alibegun të gjithë e kanë në majet të gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, ju thash që do të shkojmë në një vend të bukur. Jemi tek restorani Sapore di Mare ku Vera së bashku me bashkëshortin e kalojnë verën, lahen në këtë plazh të bukur, e pinë kafen e mëngjesit dhe e fillojnë ditën si dimrit, si verës. Vera, je si Vera, moj zemër. Faleminderit Xheri, faleminderit që më ftove që edhe unë të jem pjesë e produksionit tënd dhe intervistës me ty. Është në të paktat herë që unë jap intervista sepse jam mësuar që të jem në radio në të anën e kundër, por besoj që do t'ja dalim. E di si e ke se je mësu ti me pyet e jam me u përgjegjë, por këtë radhë ne të morëm edhe të faleminderit për kohën që po na e jep, se e di që je shumë e zanun. Për ndryshe dëgjuat miq të nderuar dokumentarin për Vera Alibegu Katana, e pat se sa e angazhume ka qenë, sa e angazhume është, e pat me të gjithë veprimtarinë e Verës, se si ka fillu, çka ka fillu dhe ku është sot. Me Verën do të bisedojmë për Ulqinin, do të bisedojmë për të si fëmijë që është rrit në Ulqin. Unë mund të them që Vera ka qenë fëmiu i parë që unë e kam pa ty notu, ka qenë 3 vjeç, edhe ty u hedh prej moles. Po, është e vërtet. Fëmijëria ime ka qenë shumë e lumtur. Jam rritur me nanën, me babën, me 2 vëllezërit që ishin më të mëdhenj se unë, në shtëpi dhe me gjyshen time në ndajën tënde, që ka qenë një grua e jashtëzakonshme, e shkëlqyer, një ambise e shkëlqyer dhe shumë gjëra kam mësuar nga ajo.
Majnë mend fëmirin kam qenë rrethuar me shumë dashuri nga prindërit, e sidomos nga baba, që kam pas pikë të dobët, ai mua dhe unë atë. Por fatkeqësisht ai nuk jetoi shumë, nda nga jeta. Dhe kështu vazhdoi jeta, vazhdoi fëmiria ime, shkollimi, punësimi në radio, aktiviteti im si korrespondente për Deutsche Welle, për Radion Zëri të Fuqisë e kështu me radhë. Dhe me zërin tënd praktikisht u njoftuan shumë njerëz, por tani të shohin dhe live. Tani i kujtohet ajo Vera e Deutsche Welles që raportonte për gjërat që ndodhnin në Ulqin. Mirë po, unë të majnë mend ty 3 vjeç, ty notu, ty u hedh prej moles. Kush të mësoi me notu? Vëllezrit, baba apo kush? Unë Gjeri si fëmijë kam qenë shumë e gjallë, nuk rria dhe nuk zia dot gjatë vend në një vend. Dhe ndoshta kjo më ka ndikuar që dhe më vonë të jem më fort, më këmbgulëse dhe më aktive në jetë. Për të notuar kam mësuar vetë, jemi rritur afër plazhit të vogël. Por patjetër kam mësuar shumë edhe me ju që vinit nga Kosova, do t'i mbaj mend gjatë derat, kur ju vinit nga Kosova dhe shkonin bashkë, duke shetitur në plazh, duke u larë në det, sidomos në oborrin ku unë jam rritur, kur u mblidhshim të gjithë, me biseda shumë të gjata, kujtohen shumë bukur edhe ty, me ushqime tradicionale që përgatiste edhe nana ime, por edhe gjyshe që ka qenë një ambise e përkryer, e thash edhe më parë. Janë kujtime që do t'i ruaj gjatë në mendjen time dhe në zemrën time, kanë qenë me të vërtetë çaste të thjeshta, jetë të thjeshtë, por ka qenë jetë shumë e bukur. Unë kam qenë gjithmonë e rrethuar me dashuri nga prindërit e mi, vëllezërit, pavarësisht që kanë qenë më të ndaj se unë, me ta ndanim lojrat, ndanim aventurat e ndryshme, ndanim dashurinë. Por përsëris prapë, baba ka qenë shtylla. Frymëzimi im më i madh. Baba im ka qenë intelektuali, them, njëri ndër intelektualët model për Ulqinit. Ulqinin, por mbi të gjitha ka qenë edhe prind i shkëlqyer që më ka dhuruar shumë dashuri që i mbaj si vlerë sot e kësaj dite, dhe prania e tij më shoqëron në çdo hap të jetës sime, në çdo lëvizje, në çdo aktivitet timin. I majnë mend gjatë bisedat me të, ka qenë njeri që ka lexuar shumë literaturë, ka njohur muzikën klasike, ka njohur artin, pikturën, për çdo kush që është hapur si temë bisedimeve ke mundur bisedosh me të, atë nuk e them vetëm unë, por e thon të gjithë që kanë pas. Unë se prej meje kërkonte çdo verë që t'i sillja poezitë që i shkruaja gjatë vitit, edhe më thonte ke me art të daja me mi lexu poezitë edhe me mdiptu që ke dasht me thanë. Për ndryshe miq të nderuar, ta bëjmë edhe publike se Verën e kam vajzë daje, por në këtë pozicion nuk është pse është vajza dajës e jemja, edhe që e du shumë. Edhe nuk duhe me përsyer, Po, jo. Është këtu për shkak se Vera Katana ka themeluar një radio të shkëlqyeshme. Është Radio Elita, është FM 93.9 MHz. Kur të vini në Ulqin, ktheheni te 93.9 MHz dhe do të dëgjoni zërin e Verës, zërin e Gresës, zërin e Nelit, do të thotë zërin e familjes Katana, për shkak se Vera është pronare, por bashkëthemeluese është së bashku me bashkëshortin e saj, por punon me vajzat e veta në radio dhe me Nelin. Vera, para se me fillu me punu, ti ke kry shkollën e mesme. Pastaj ke qenë edhe në Prizren një kohë. Po, kam studiuar, kam kryer për gjuhë dhe letërsi angleze, shkollën e lartë pedagogjike në Prizren, por në profesionin e mësimdhënësit nuk kam punuar asnjëherë. Kam pasur fatin që para se të hap radion time, të punsohem në Radio Ulqinin e atëhershëm, fal bashkëshortit tim, i cili më futi në fushën e gazetarisë. Kontakti im i parë me mikrofonin ka qenë një emision në 2 herë në javë për turistët anglez. Atë kanë qenë kohët e arta të turizmit në Ulqin. Dhe ka qenë një emision prej 60 minutash,
ku ne zhvillonim intervista të ndryshme me turist anglisht folës që vinin dhe kalonin pushimet në Ulqin. Ka qenë një format shumë interesant atëherë, ka qenë si një risi edhe për Radio Ulqinin. Sillim informacione servisore, ku të drejtohen turistët, me që atëherë nuk kemi pasur telefonat, celularët, mjetet e komunikimit ka ekzistuar asnjë gjë. Të gjitha ata kanë qenë shumë të vlefshme për dëgjuesit e atëhershëm dhe e dëgjonin me shumë ëndje edhe turistët anglisht folës emisionin, me që unë flisja dhe anglisht, ka qenë një emision shumë i suksesshëm. Kjo ishte në Radio Ulqin? Kjo ishte në Radio Ulqin, me fillimet e mia në Radio Ulqin në vitin 1989. 1989. 35-6 vjetë që jam në media dhe atë falë bashortit tim që më futi në fushën e gazetarisë. Pastaj Xheri me fillimin e problemeve, krizave që i dim në Jugosllavi që nuk do të hymë në atë çështje, unë mbeta tek redaksia në gjuhën shqipe në Radio Ulqin si moderatore dhe si gazetare bashkë me Zenelin. Kemi punuar një kohë të gjatë edhe në Radio Ulqin, pastaj pas ndryshimeve futjes së sistemit demokratik u krijua mundësia që të hapin edhe radiostacione private. Dhe me që unë dhe Zeneli kishim të gjithë ingredientët që mund të bënim vetë një radio, na lindi ideja pse jo ta bënim radion vetë, sepse edhe redaksinë në gjuhën shqipe të Radio Ulqinit atëherë ne e mbanim vetë, unë dhe Zeneli vetë, me të gjitha me informacione, me çfarë kishte radio komplet, me emisionet e mëngjesit, me emisionin e mbrëmjes, pastaj kishim edhe rubrikën hurimeve dhe të përshëndetjeve që atëherë ka qenë shumë aktuale. Pastaj na u krijua mundësia që të hapim radion tonë, pa ndihmën e kërkuj financiare, por kemi pasur besimin tek popullin Ulqin, të besuar tek ne. Edhe besat e turistët se kur vishim ne, majnë me lagrori, qitet e elita. Edhe turistët i kemi dëgjues të rregullt radio, sepse ne transmetojmë muzikë në radio nga më të ndryshmet krahas programacioneve të rregullta të radios, transmetojmë edhe muzikë bukur, këngë të bukura. Po i keni pas edhe reportazhet radiofonike shumë të bukura që i bënit edhe ti edhe Neli, edhe ato mu më kanë met në kujtes krahas muzikës bukur, se keni pas një repertor fantastik të këngëve të bukura shqipe, si folklorike, si popullore, si zbavitse. E di që shumë i keni dhanë rëndësi edhe asaj ane që të ndëgjohen edhe këtu në Ulqin këngë që ndoshta i dëgjonte vetëm Shqipëria e mesme, apo i dëgjonte vetëm një pjesë e Kosovës. Kështu që shumë... Tashti në arkivin e radios kemi këngë pa fund, këngë popullore, këngë të mirëfillta qytetare, këngë shkodrane që dëgjuesit i dëgjojnë me shumë kënaqësi dhe me shumë ëndje dhe edhe në biseda, kontakte me dëgjuesit, në kontaktet e përditshme na vlerësojnë shumë, posaçërisht për atë që mbajmë zërin shqip gjallë në Ulqin. Por tash jo vetëm në Ulqin, sepse radio dëgjohet edhe përmes internetit. Po, në tërë botën. Në tërë botën dëgjohet. Dhe pra janë krijuar. Unë e di që edhe vllazën e tu në New York shpesh e qesin te Radio Elita në mënyrë që të ta dëgjojnë zërin, sidomos kur i bëhet një vjet ose dy që nuk vinë, edhe e di që e kthejnë të çmallën përmes internetit. Radio Elita, po duhet të them se krahas muzikës, që është pjesë e pandashme e një radiostacioni, kemi edhe emisionet, të gjitha all inclusive që thohet për një radiostacion, kemi emisionin e mëngjesit, emisionet autoriale, emisionin për fëmijë, edicionin e lajmeve, të gjitha këto. Pastaj mbaret edhe nga realizimi i projekteve të ndryshme, kemi domethënë emisione që janë të caktuara, për shembull sikur që janë aktuale për ditët e sotme, si çështja e pozitës së popujve pakicë në Maltëzi. Pastaj kemi edhe emisione të ndryshme realizojmë për persona me aftësi të kufizuara, për çështjen e turizmit, agroturizmit, bujqësisë. Paka shumë merremi me të gjitha problematikat dhe me atë se çfarë duhet të merret një radio. Është një punë e madhe. Çka të shqetëson ty mas shumë ti tash në Ulqin, për shembull? Është përfundimi i verës.
çka të shqetëson? Zakonisht ata që merren me turizëm, do me thanë turizëm të drejt për drejt, ta zonë që sapore di mare, e bën hesapin se si I ka dal vera. A ka pas mjaft turista, a ka pas mjaft klienta. Ti si pronare e radios, çka të shqetëson, çka të përmbush kur ka kalu një verë mirë? Më përmbush ajo se sa suksesshme ka qenë radio gjatë verës. Posaçërisht që radio është në një qytet bregdetar dhe aq më tepër verës duhet edhe më shumë të angazhohemi. Kemi rubrikën e marketingut që duhet ta përmbushim verës dhe që është më shumë aktive gjatë sezonit të verës. Pastaj sikur me largimin e verës. Fillojmë me pushu ka pak. Po, pushojmë nga pak dhe nuk ka dhe aq shumë reklama. Por gjithsesi arrijmë të ndjetojmë edhe përmes projekteve të ndryshme që realizojmë bashkë me stafin e radios. Dhe sot mund të them që jam e lumtur që bashkë me bashkëshortin tim arritëm që të mbajmë gjallë një medium siç ishte Radio Elita. Dhe nuk është fare lehtë. Nuk është lehtë, normal, mundet edhe më mirë, gjithmonë mira nuk ka fund. Gjithmonë mundet edhe më mirë, por me kushtet që ofron Ulqini dhe Mali I Zi, që një vend I vogël që është aq më tepër që dhe radio, është një radio e pakicave në Malëzi që transmeton program në gjuhën shqipe. Them që kemi arritur diçka dhe kemi dalë në banë që të mbajmë gjallë fjalën shqipe dhe fjalën e lirë në Ulqin. Shumë bukur. Më thuaj tash, po kthehemi pak personalisht te ti. Cili është gëzimi më I madh që e mban mend prej kohës së fëmijërisë? Gëzime ka shumë. Çdo ditë në fëmijëri është një gëzim në vete. Por unë them gëzimi më I madh im ishte kur vini këtu nga Kosova. Ju pritnim me padurim, kënaqësia më e madhe, sepse ju kur vinit nga Kosova na sillnit një frymë të re. Kosova Prishtina, sidomos ishte një vend metropol, qytet I madh, me kulturë, me zhvilluar, me çdo gjë më të zhvilluar se sa ishte Ulqini, dhe unë si më e vogla e familjes gjithmonë ju shikoja juve me shumë ëndje, me shumë kënaqësi. Dhe them se ato kanë qenë një ndër momentet më të gëzuara të fëmijërisë time kur u mblidhnim të gjithë. Edhe bënim qef. Edhe bënim qef. U lanim bashkë, u hidhshim. Po, Gjeri, por ishte interesant që kjo gjë vazhdon edhe tani. Shëgjyr Zotit që vazhdon edhe tani. Po. Se dashurinë që e kanë ndjell prindrit vazhdon edhe te gjenerata e re, të shpresojmë edhe gjenerata pas nesh do ta vazhdoj këtë. Folëm për gëzimin, po cili është ndonjë peng që të ka mbet në jetë? Je lind, je rrit në Ulqin. A ke pas dëshirë të jetosh për shembull, të themi në Prishtinë ose ku jetojnë vëllezërit tu në New York? A ke pas dëshirë të dalësh nga Ulqini për shkak se shumë shqiptarë të Malit Zi kanë emigru. Shumë pak në Kosovë, shumë pak në Shqipëri, se Shqipëria ka qenë e mbyllur, por shumë kanë emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e di ç'a të them. Tu kam lindur, tu jam rritur, me që edhe jam martuar shumë e re. Domethënë nuk më është krijuar fort mundësia që edhe mendoj që dalim duke jashtë, pavarësisht që familjen komplet edhe të burrit edhe timen e kemi jashtë. U punsova shumë herët në radio, lindin edhe gocat, kështu që nuk e kam menduar një herë që largohesha nga Ulqini, pavarësisht që vendet të mëdha Gjeri të krijojnë mundësi më të mëdha, sidomos në profesionin që kemi ne, për shembull. Ndryshe do të funksiononte një radio në një qytet më të madh, ndryshe funksionon në një qytet me 20.000 banor, apo jo? Absolutisht po. Më trego tani, ti rinin e ke kaluar në Ulqin. Ma krahaso Ulqinin pak të rinisë tënde dhe Ulqinin e rinisë së gocave tuja. Ka ndryshuar shumë gjëra. Pavarësisht që Gjeri unë kam lindur dhe jam rritur një familje intelektuale me babin tim që ka pas një diapazon jashtëzakonisht të gjerë të kulturës, të zhvillimit, të emancipimit dhe gjithve. Me që kemi jetuar ku jemi munduar paka shumë edhe që të përshtatemi mjedisit, se deshte mjedisi vendi ku rritesh dhe ku jeton të bën për vete. Kështu që them se peng nuk më ka mbetur asgjë. Po.
me ëndje shkoj dhe udhtoj, shkoj shumë shpesh në Amerikë, vizitoj vendet, por kthehem në bazë dhe mezi pres të kthehem, se kam pliuar rrethin shoqëror, familjen time, kam gocat, kam nipin dhe mbesën. Edhe të merr malli për ta. Merr malli për ta, që i kam si drita e syve të mi, që s'ka dashuri më të madhe se sa nipi dhe mbesa. E ke provuar dhe vetë, e din se çfarë është. Mirë, ti kthehemi përsëri kësaj pyetjes, diferenca mes ulçinit kur ke qenë tjere dhe ulçinit ku i shërrit gresa dhe yllka, që janë gocat e tuja, vajzat e tuja. Dallimi është shumë i madh. Po mendoj daljet në atë kohë kanë qenë më të limituara, më të kutizuara. Dalja kryesore jona ka qenë gjatë verës, të dilnim në korzon e plazhit të vogël. Ajo ka qenë kënaqësia më e madhe që kujtoj me shumë nostalgji. Pastaj kohët kanë ndryshuar, gjërat evoluojnë, ashtu si në Ulqinë, edhe ashtu dhe në vendet të tjera. Absolutisht. Gocat e mia janë rritë pak më ndryshe, kanë qenë më të lira, si nga ana jonë, si prind, ashtu edhe nga ana e mjedisit, se ku janë rritur. Ata kanë pas mundësi që edhe të shkollohen në Shqipëri, sepse në vonë Shqipëria u hap, siç e dim, dhe shkollimit të dyja i kanë mbaruar, njëra në Shkodër dhe tjetra në Tiranë. Shumë bukur. Dhe tani janë shumë të suksesshme në profesionet e tyre, në atë që ata i kanë zgjedhur. Por Gjeri, ju shikoja me shumë ëndje, juve po kthehem prap tek Kosova kur dinit. Keni qenë shumë të lira se këtu komunikimi me njëra tjetrën, me shoqërinë, me çdo gjë që ju ka rrethuar. Keni pas atë diapazonin më të gjerë të komunikimit se sa që e kishim ne këtu. Po zakonisht qytetet që janë më të tërhequra, që janë që po e përdor tash një fjalë në vërtet të babës tanë, të dajës tim, që thonte Ulqini është pak si zorë qore, jena si t'lanun vetë, mirë po si zorë qore thonte funksionon hala nuk ishtë ba mu hek. Pikërisht, por Ulqini Gjeri ka ndihmuar shumë që është dhe qytet turistik, që kemi qenë të hapur. Rinia Ulqinit me vitet të tëra, në vitet të 10-ta kanë shkuar në Itali, kanë lëvizur lirshëm. Këtu në Ulqinë Trieshtën e kanë pas si qytet të dytë, se shkonin blenin Barin, sidomos blenin edhe garderob, dukeshin bukur, dilshin. Pastaj këtu kemi pas edhe qasje shumë përsa i përket edhe mediumeve italiane, sepse me thanë vetëm në ndanë deti Adriatik dhe frekuencat e radiove italiane dhe televizioneve italiane, kur s'ka pas digitalizim dhe nuk ka pas rrjete kablovike, janë parë dhe janë dëgjuar shumë mediat italiane dhe jemi rritur edhe me atë frymë. Kujtohen shumë mirë emisionet që i dëgjonim atëherë, pastaj muzikën që transmetonin atëherë radiot italiane. Mu më kujtohet edhe plazhi i vogël ka qenë komplet i mbushur me restorane që transmetonin muzikë italiane dhe kaloje. Për shembull, këtu ishte Adriano Celentano, këtu ishte Renato Zero, Eros Ramazzotti, pastaj ishte Rafaela Carrà. Domethënë, krejt plazhi i vogël ka qenë vetëm me muzikë italiane dhe ka qenë edhe ndikimi ka qenë bajovi i madh edhe ndikimi i kulturës italiane. I kulturës italiane në kohën kur televizoret kanë qenë vetëm programi 1 dhe 2. Atje kanë qenë me qindra televizione private që ishin atë kohë në Itali që ne i përcillnim. Mësonim edhe gjuhën nga televizioni. Patjetër. Unë e di që çdo i dyti ulqinake ka ditë edhe gjermanishten edhe italishten, anglishten po se po. Kështu që shumë bukur për punë edhe të turizmit. Vera, unë në këto momente më duhet me ta dërgu një SMS, por ti nuk e shikon, e bën copy and paste në 5 adresat të shoqeve tuja. 5 mike, mundesh mi a dërgu vajzave, mundesh mi a dërgu Nelit, mundesh mi a dërgu shoqeve tuja, bashkëpunëtoreve, kujt të duash, do të thot është e drejta jote, por mos e shiko dhe pastaj ta shohim se si do të
si do të përgjigjen. SMS-in ta dërgova dhe derisa ti e dërgon SMS-in në 5 numra të mikeve tua, miq të nderuar, unë do të preferoja që ta ndjekim në këto momente recetën e shefit. Përshëndetje, unë jam Zekria Vaftia prej Hotel Emeraldit, shef i kuzhinës. Sot për emisionin në muajit të gjuhës do ta përgatitim një pastë e cila quhet orecchiette me karkaleca dhe asparagos. Fillojmë me përgatitjen e ushqimit. Për këtë na nevojitet pak asparagos, pasta, se e qesim pastën për të zirë. Në pastë kemi hudhur pak kryp për me marrë ushqimin e krypit. Tani fillojmë me përgatitjen e karkalicave dhe salcës. Dhe pak asparagos. Hudhëm pak kryp. Përzirjen e orecchieteve na nevojiten 7 minuta. Tani i ekni karkalecat, janë të fërguar. Mos me na fërguar tepër. Këtu e kam salcën e asparagusit, të cilën e kena bërë paraprakisht. Pastat i kemi gati. Edhe pak parmezan. Edhe pak gjalp. Orecchietet me asparagos dhe karkaleca tani janë gati. Mujna me shku me pjatën. Karkalecat e fërguna qismi për të parë dhe për të marrë ngjyrën më të mirë. Edhe dekorojna me gjethe dekorative. Kjo është pjata orecchiette me asparagosa dhe karkaleca për emisionin e muajit të gjuhës të Gjerit nga Hotel Emerald. Miq të nderuar, SMS-it të cilin Vera ja ka dërguar mikeve të veta, por ja ka dërguar edhe vajzave të veta dhe bashkëshortit është: Përshëndetje, kam nevojë për një favor të madh. Duhet të më ndihmoni t'i bind disa njerëz se zëri im në radio është më i famshëm se plazhi i Ulqinit. Ai që më ndihmon i plotësoj një dëshirë muzikore ose e qarosi me një levrek. Mund të ma shkruani këngën e preferuar e për levrekun shohim me bëjmë. Një në dorë të peshkatarit. Benua! Benua, ta qeson e ty një levrek kur të vish të une, për ndryshe, ke mujtë vajzës dajës teme mi aqit një SMS pak ma të butë. A ke përgjigje? Lëri në sfond valët e detit e më pas fillo dhe fol ti, ndërkohë që zëri yt do të kumboj më mirë. Muzik bën, por kësaj radhe preferoj levrekun. Kush të ka këthy këtë? Zeneli. Zeneli.
Zeneli duhet mi thanë, atë qënë vera ty gjdo natje, hajde qose për shkojmë, kena me kry këtë, kena me kry këtë, kena me kry këtë. Edhe thot, ma mirë ta ha levrekun se sa. E sidomos ai që e preferon jashtë mase peshkun, E dane. dhe jemi tamam. Mirë, a preferoni të hani në restoran apo në shtëpi? Jo, kryesisht ushqehemi në shtëpi me ushqimet tona tradicionale që i pregadis vetë. Do të them edhe atë që pasion e kam shumë kuzhinën dhe pregaditjen e ushqimit. Jemi shumë të dy hedonista, kemi qef të ushqehemi mirë. Po. Por, normal, ka dhe raste që ushqehemi jashtë me miqë, me shoqërinë. Edhe di që përgatit shumë mirë, për shkak se edhe vetë kam hangër, por i kam edhe disa informacione nga anash, të cilat më thojnë që Vera pregadit shumë mirë edhe thojnë e ka dorën e meleqes. E kam. Për ndryshe të gjyshes, e cila ka qenë e përmendur jo vetëm në familjen tonë, po ka qenë e përmendur në tër Ulqinin që ka qenë njëra përej grave që ka ditë me gatu. Shumë mirë të gatuaj dhe shumë gjëra, shumë specialitete, më kanë mbetur në kujtesë, pavarësisht që kam qenë e vogël, kur ajo u gatuante dhe kam marrë shumë reseta nga ajo. Po. Sidomos tavën e peshkut, tavën e shpezve, që baba ka qenë dhe ka pas hobi, gjuetin, dhe të gjitha këto i kam mësuar shumë edhe nga gjyshja ime. A e bën iqin? Bëjmë iqin. A e bën petën? Petën, iqin me gjell. Këto janë specialitete që më duket i bën vetëm Ulqini. Vetëm Ulqini, specialitetet veçanta. Tavën me spinaq? Dhe shumë të shishme, tavën me spinaq, normal të gjitha. Shumë tavat mira që në Kosovë nuk e bajnë. E bajnë spinaqin në rysh, po nuk e bajnë të, as iqin nuk e bajnë, as petën. Kemi edhe lakuma tradicionale që i bën vetëm Ulqini, që i bën pastaj japrakun. Japrakun, i keni edhe ato gurabijete. Si e kanë emnin ato? Gurabija, po janë kaq të mëdha, edhe bëhen vetëm me puter edhe me një sheste sa di. Po. Okej. Tani Vera kalojmë në një pjesë tjetër. Këtu i kemi pyetjet, janë 25 pyetje. Ti do ta përzgjedhësh nga një prej secilit kavanoz, pyetjet me spec që i themi ne. Kjo rubrikë quhet 5 në kajmak. Do me thonë 5 qeva në kajmak. Apo levrekun vajullirit më mirë, me që jemi në Ulqin. A din qka? Na po e bajmë që janë gjela detit. Gjela detit, salc limonit. Edhe të shti e përzgjedh prej gjdo kavanozin nga një, edhe ta shofim se qka ka shkru Beni. Qfar pyetjesh ka përpilu Beni për ty. Urdhëro me kavanozin e parë. Ma nep kavanozin kënej, ma nep atë? Kur asgjë nuk ndodh në Ulqin dhe ndërkohë duhet të bësh lajm, a është më e vështirë të gjesh lajmin apo të krijosh lajmin nga asgjëja? Sidomos gjatë stinës së dimrit, Ulqini pothuajse flen, nuk ka shumë aktivitete, por sa i përket kësaj, me ndihmën e rrjeteve sociale, me ndihmën e internetit në çdo kohë dhe në çdo moment mund të krijosh një lajm, aq më tepër për personat që ne që kemi përvojë vite në gazetari. Dhe atë jo vetëm një lajm, por mund të shpikim aty për aty dhe një emision. Kështu që mendoj se nuk është e vështirë. Nuk është e vështirë. Benua, nuk është e vështirë. Nuk e shpik, po e krijon e sa janë lajmin për persona të caktuar se a din kur flen, mase kur zgjohesh je krejt e lan. Edhe Ulqini e ka të tillë jetën. Pyetja? A është më vështirë të gjesh një lajm interesant në Ulqin apo një turist që nuk di me notu? Nuk është e vështirë asnjë rast tjetra. Turistët, sidomos turistët nga Kosova, që tradicionalisht vinë në Ulqin dhe janë mësuar me Ulqinin,
do them se të gjithë dinë bëjnë net dhe nuk e kanë fare vështirë që me notu. Dhe është e vështirë të gjesh një lajm interesant në ullqin. Nuk është e vështirë. Nuk është. Gazetari i mirë e bën lajmin kudo. Po. E nxjerr lajmin ty hec rrugës me një kanë të bërllogut që nuk ishtë pastru. Natyrisht. Po. Ose me çmim të specave, domateve, qershijave, si për shembull. Si duket, pyetjet qenkën gjitha sa i përket fushës së gazetarisë. Po, beni. Ajo është e mira gazetarisë në radio se mund të thuash çfarë të duash dhe askush nuk të verifikon, apo edhe nuk të shehë, sepse dëgjuesit janë duke bërë qofte ose duke i grar makinës. Dëgjoj Xheri, unë kam pas shumë oferta dhe qëllet të hap edhe televizion. Por dëshira ime, kënaqësia më e madhe ka qenë të jem në radio, sepse jam e lirë, nuk ka nevojë që të vishesh, të rregullohesh, si jemi rregullu sot për shembull. Ashtu, dhe kam kënaqësi që t'jap lajmet ndërkohë që një ambise në shtëpi është duke bërë drekën dhe më dëgjon, apo personat që janë duke shkuar në punë dhe më dëgjojnë në makinë. Dhe radio në këtë drejtim tham se është shumë e lehtë dhe më e kapshme, pavarësisht të rrjeteve sociale. Në radio të vjen lajmi shumë lehtë dhe të vjen vetëm një klikim në radio. Ndërkaq në televizion, në rrjetet sociale, në portale kështu me radhë, lajmin duhet ta kërkosh dhe ta lexosh. Ndërkaq në radio të vjen vetë. Dhe kjo është e mira dhe përparësia e radios, dhe për këtë arsye them se edhe radioja e ka mbjetuar kohës dhe modernizmit. Po. Në këtë kohë, apo jo? Edhe, a ditë çka ishte mira e radios, se ti e thu informacionin dhe atë informacion unë mund ta marr si du vetë, mund ta imagjinoj si du vetë. Ti flet për detin që sot për shembull ka qu val, unë mund ta paramendoj se si ka qu val, edhe ato val i krijoj unë pastaj në mendjen time. Jo vetëm lajmin, por edhe personin që t'jep lajmin. Po, patjetër, gjithsesi. Na kanë ngelur edhe dy, ta shohim Beni, a mos i ka ik gazetaris apo jo? Është e vështirë të jesh grua e suksesshme në media në një qytet ku suksesi matet më shumë se sa shezllon ka në plazh, se sa me sa programe transmeton. Është e vështirë të jesh grua e suksesshme në media. Dëgjoj, them se është e vështirë, mirë po unë kam pasur fatin që të kem bashkëdhëtar personin i cili më ka mësuar në gazetari. Po. Dhe për këtë arsye, ai më ka ndihmuar shumë, kemi plotësuar njëri tjetrin dhe them se nuk e kam pasur fare problem. Kemi qenë bashkë në radio, bashkë edhe në shtëpi dhe këto gjëra për mua nuk kanë qenë as pak të vështira. Kështu që Benua, shezllonat numëroj ti zemër, kur të bën ndaj plazh private. Miq të nderuar, në këto momente do të doja që ta ndjekim edhe recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një recetë shpejt, është me mish, të cilën unë e marr në Dardani të Ibeja, ndër Kurriz. Prandaj po ju tregoj, po ju vërtetoj se sa ngjyrën e bukur e ka, domethënë pende po duket ashtu mishi freskët. Prandaj nëse hamenteni ku duheni me marrë mishin, atëherë unë ju preferoj të shkoni te Ibeja, një mishtore në Kurriz, Dardani me tradit. Pra, po fillojmë kështu. E merrni mishin, i doni sa antar jeni, dhe e bëni pak me krip. Një dy anë. Pak piper.
dhe një vaj në tigan. E pritni deri sa të nxehës vaji. Arsyeja se e presim me u nxeh vaj është se nëse qitni mishin në tigan të ftoftë, qoftë me ujë ose qoftë me vaj, atëherë mishi rrudhet dhe prishat formën e vetë. Nëse është voji i nxehtë, atëherë e runat formën e vetë dhe domethënë edhe formën edhe shijen më mirë. Kjo është një recetë ku zakonisht dhe një herë keni tepru mos me hongër mish dhe doni me shiju mishin ashtu si është, dhe që thëmë na me ajek zhigun e mishit, atëherë pregatisni në këtë mirë, dhe atëherë mundeni për ato momente, dhe më dhënë vetëm me ashtu një supë perfetos, e cila është e pulës apo e perimeve, dhe e boni si shtojës, është një pulë krem, o shumë e mirë, dhe mjafton për një drekë perfekte. Apo shini, nëse e veni kështu, në tigan të nxehtë, dhe më thonë nuk e hupat formën e vetë, dhe është ma mirë bukët. Këja është të një disa gjetje dafine. Ja të një aromë të mirë. Edhe pëse mishi është mjaft i freskët se i mirë, po, me gjitha te, është një shtoj që janë zakonisht e mirë për mish. Dhe tani pasi që mishi është kusht në 2 anë, për momentin e largohem nga tigani. Dhe këto në yndyrën që kemi fërgu mishin, e vem një qep të madhe, dhe pëtide në prejmë kështu në copa ma të mëdha. E shtojmë pak edhe perimeve, dhe gjithashtu e qesim pak piper thatë, grëmëtun, cili është edhe pak i gjas. E përzim të mirë, deri sa të skuqit qepët. Dhe tash, pas janë skuq qepët, atëherë e kthej mishin dhe vejmë përmin. E mbulojmë, e zbuglojmë temperaturën dhe e lojmë kështu të përkohën veti për një 15-20 minuta, deri sa të vreni që mishi është gati. Dhe tani mishi është i gatshëm dhe mund të servojmë. Dhe është mirë ta përfundoj me letrën bora ma e mira në vend. Shikues të nderuar, një mish i pjekur i mirë dhe thjesht, por shumë i shijshëm, me të cilën unë ju përshëndes duke i uruar gjithë të mira. Edhe pyetja e fundit për verën. Era fryu nga deti dhe peshku i sotëm është i madh, nuk janë lajm, a është të na formulosh në atë mënyrë që të duken shumë dramatike? A mund të na formulosh në atë mënyrë që të duken shumë dramatike? Si ishte fillimi? Era fryu nga deti dhe peshku i sotëm ishte i madh, nuk janë lajm.
Sikur ajo qeni kafshoi njeriu nuk është lajm, por njeriu kafshoi qenin, ky është lajm. Edhe nga kjo mund të bëhet një lajm, them po një gazetar të mirë, se jo, edhe nga kjo mund të bëhet lajm. A mund ta formulosh po thot? Për shembull, sikur sot ndodhemi në plazhin Sapore di Mare, një ndër plazhet më të bukura të Ulqinit, pavarësisht që është koha e vrejtur dhe duket se po fillon shi, ne po kënaqemi në një intervistë dhe kënaqësia do të jetë edhe më e madhe që pas intervistës do të hajmë levrekun, siç e kemi premtuar apo jo. Është lajm. Do të hajmë levrek sot, lajm. Është okay. Rudi sjell sot një ëmbëlsirë të veçantë. Ta ndjekim se për çfarë ëmbëlsire bëhet fjalë. Çka po bojmë e çka po bojmë sot? Ne kom qitë gjallë për me shkri, biskotat, banane, karamel, si dhe panën të cilën do të arrohim dhe do të përgatisim në këtë botë fantastike. Është një shije fantazi. Mos e lepa e provu me bo qëta. Unë çka do bëj? Te gjallë pa këtu, çka fillu të shkrihet, do i vendosi edhe bananet. Lindoj në pjesë të vogla, i loqët të fërgohen. Në anën tjetër, e rohim panën me mikser. E kemi sasinë e karamelit të cilën do ja shtoj panës, derisa të fërgohen bananet. Vetëm të marrim në bukë. Bananet kanë fillu me u fërgu, Rudina bën shere, në kuzhinë, ka të sillet. E përzim sasinë e karamelit me pana, si gjithmonë. Mikserat të cilët i përdorim ne këtu në majë të gjuhës janë nga si vegeta. E ndalim nxehtësinë. Pana me karamel është e gatshme. Pastrojmë tavolinën. E largojmë edhe këtë pjatën të cilën e kemi vendosë karamelin, si dhe fillojmë. Bananet me gjallë, do i vendosim të sasia e biskotave të bluara. I përzim mirë. Bananja, si dhe gjallëpa, kombinim me biskotat, është një shije për mos të harruar. E vendosim një sasi të biskotave me banane në fund të kotës. Pjesën e kremës. Dhe kështu me radhë vazhdojmë derisa ta mbushim gotën plotësisht. Është edhe mshme nga njëherë se si nuk dëgjohet aroma në përmes televizionit. Nuk e keni idenë ka ere me një problem. Dhe tani sipër ja vendosim sërish biskotat me banane. E vendosim në frigorifer që të ftohet dhe pastaj me kafën e pasditës do e shijojmë. Një recetë shumë e shpejtë dhe shumë e lehtë për ju miq të dashur. Ju bëf të mirë dhe shihemi të diellën e ardhshme. Edhe Mamadeu sot ka përgatitur diçka unike. Ta ndjekim.
Përshëndetje të dashur shikues. Sot po takohemi siç themon sa ardhen vjeshta, recetat me moll nuk bën pa i bo. Sot e kemi një recet me moll, po edhe me kungullesh. Interesant se kungulleshat jemi mësuar me i përdor për gjella, ose për gatime që shkojnë për drek, ose për ndaj omlet, po për ëmbëlsirë kungullesha, veç në e gjuhës bojmë si kombinime. Këtu e kam të grirë një moll dhe një kungullesh, edhe kemi me i hedh kanel edhe sheqer. I përzim mirë. Në anën tjetër e kemi një gotë kos, gjysmë gotë e vaj, edhe 2 vezë. Pasi që është kek e jo tort, nuk ka nevojë që vezët dhe sheqeri të rahen me mikser. Nuk na nevojitet ai volumi i padispanjes. Millin ja hedhim një gotë. Për ndryshe millin e kam të përzier me pluhur për pjekje. Tash është koha t'ja shtojmë mollën dhe kungulleshën. Edhe t'i përzim bashk. Aromën e ka të mrekullueshme këtu në studion tonë. E njësoj do t'a ketë edhe në shtëpitë e juaja kur t'a provani. E lym pak me vaj. Edhe për fond para pjekjes, për ekstra shije, kemi edhe ara. Në pjekje 20 minuta, 220 gradë fillimisht, pastaj e ulim 200 gradë, edhe bot për mrekulli. Dashur miq, keku u poq. E unë kekun nuk e asnjëherë nuk e la pa e shoqëruar me çaj ose me kafe. Sot e pash këtu në studio e kemi kafen Velveta, unë e bona kajmak tepër e mirë. Kështu që me kafe, ka me shiju kekun sot, me kolegët e mi, bënjan edhe ju njësoj sot e djele, shijojeni me familje, edhe po ju uroj një të djel shumë të mirë, me gjitha të mirat deri djelën tjetër. Qys! I përfunduam të gjitha pyetjet Benua, ndërsa na ka mbet edhe një detyrë për Verën. Vera, kjo është fletorja e majt gjuhës me Xherin. Këtu do të na shkruash diçka për emisionin ton, si e ndjer, e di që ke pas, mu ka dash një 7 javë mi lut, do të vish në emision, deri sa ka pranu, se gjithmonë më thonte, unë jam mësu me shtru pyetje, jo me qene intervistuar. Kështu që më shkruaj në këtë anë, më shkruaj diçka për emisionin, për ndjenjen që e ke pas, si e ndjeti vetë, e tjerë. Dhe miq të nderuar, derisa Vera shkruan diçka të bukur, shkruan diçka të bukur për emisionin ton, ne ndjekim disa pamjen të Ulqinit nga dora e Faron Imanbegut.
Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Apo na e lexon Vera? Gjeri, ishte kënaqësi që isha pjesë e emisionit tënd, pavarësisht që me pak ndrojtje kam pranuar ftesën për intervistë, sepse unë jam mësuar të intervistoj dhe jo të jem e intervistuar, unë kënaqa pa mas. Besoj se kam arsyetuar besimin tënd. Faleminderit shumë, kënaqa, të dua, je shumë e mirë. Të dua dhe unë e ty, jo pak, për shumë. Edhe ty dhe ditën, ju kam si dy, të themi dy panar. Panarët e Ulqinit. Dy panar të Ulqinit këtu. Do t'jenë edhe për shumë vite tjera me radhë. Unë e shpresoj shumë. Ndërsa në këto momente, dua të pyes pyetjen e fundit. Të fundit. Nuk e mbarua me këtë? Ja, nuk e kemi mbaru. Pyetja e fundit. A e dim pse të kemi marrë në Majet Gjuhës? Pse të kemi ftuar në Majet Gjuhës? Pse të kemi në Majet Gjuhës? Mendon me që emisioni ka të bëjë me gatimin? Jo. Pse të kemi marrë në Majet Gjuhës? Pse të kam intervistu? Pse të kam paraqit para publikut tim? Mendoj që për punën time si gazetare një herë, në rrath parë, pastaj për fëmirin time që jemi rritë bashkë, për kujtimet që kemi ndarë gjatë tërë kohës, për kolegialitetin që kemi dhe që shpresoj që do ta kemi në të ardhmen. Këto mendoj unë. Keti ndonjë mendim tjetër? Kemi në Majet Gjuhës, apo të themi kështu, ju kemi në Majet Gjuhës se jeni shembull për të mirë. Atë nuk e thoja unë. Faleminderit që po e thua ti. Në kohën kur ti ke ndërmarr hapa që të jesh gazetare dhe të krijosh pastaj emër si korespondente Deutsche Welles për Malin e Zi dhe të krijosh një radio private në Ulqin, nuk ka qenë shumë e lehtë. Prandaj unë këtë ta jap ty, ose lere në te Radio Elita, ose në shtëpi, kjo të takon ty dhe të faleminderit shumë për kohën, të faleminderit shumë për komplet punën që e bën për shqiptarët e Malit të Zi, por edhe më gjerë. Gjeri, që të them, jam shumë mirënjohëse, faleminderit për të befasit të këndshme, këtë do ta ruaj si një gjë shumë të çmueshme dhe do ta mbaj në radion time. Faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit shumë, ndërsa miq të nderuar me këtë ftyrën kështu rrumullak si Hana 15 do të shiheni javën që vjen. Verën mund ta dëgjoni sa herë që të vini në Ulqin, por edhe në radion në internet. Po, valët kur të vini në Ulqin i ka 93.9, mos e huqni, se dëgjoni informacione të sakta, të mira, dhe programe shumë zbavitse, shumë të bukura, e natyrisht edhe muzikën e kanë të përzgjedhur. Ju mpuqi një javë të këndshme për të gjithë ju.